Janë shpallur fituesit e parë të skemës kombëtare për vitin 2026. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural ka njoftuar fermerët që kanë aplikuar për skemat mbështetëse në blegtori dhe bletari, që të kontrollojnë statusin e aplikimit dhe të plotësojnë dokumentet nëse u kërkohet. Rreth 21.000 blegtor dhe bletari janë kualifikuar në këtë fazë të parë të skemës kombëtare në bujqësi dhe blegtori për këtë vit. Numri më i lartë i përfituesve është tek tufat e imta dhe mbarshtimi i bletarisë. Më konkretisht janë 7.234 aplikime për bagtit të imta të kualifikuara, ndjekur nga 7.000 fitues në bletari, më pas 6.661 aplikime të kualifikuara për tufat e lopëve dhe vetëm 269 aplikime të kualifikuara për mbarshtimin e dosave. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rajonal ju bën thirrje fermerëve të kualifikuar që nëse u kërkohet të plotësojnë dokumentacionin, ta paraqesin atë brenda 20 ditëve, në të kundërt mund të skualifikohen. Ndërkohë, aplikimet për masat mbështetëse në bujqësi, si për të mbjellat, për fermat organike, për sera, peshkim apo dhe për skemat e investimeve, ende janë në proces verifikimi dhe pritet që fituesit të shpallen në vijim. Në total janë 42.728 fermer që aplikuan në skenën kombëtare, ku rekordin e mban Fieri, ndjekur nga Korça, Elbasani dhe Vlora.